Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi pikërisht në përfundimin e ditës 19 Ramazanit. Sa shpejt po ikin këto ditë, dhe sa shpejt neve po na ik muaji i begat Ramazanit, dhe sa shpejt na ikën në 10 ditë i dytë i faljes. Normalisht muaji i begat Ramazanit jep shumë mësime për besimtarin. Një nga mësimet që kam ngul për ta dhënë është pikërisht durimi. Tashmë çdo kush prej nesh duhet të ketë ngulitur një vlerë të rëndësishme që ka emrin durim. Që pa durim njeriu nuk mund të ketë sukses në këtë dynja dhe as së tjetër. Çdo kush prej nesh e ndjen etin dhe urin, e çel në vaktin e përcaktuar dhe e mbyll pikërisht të kohën e përcaktuar. Edhe pse e ka ujin të freskët si kristali, nuk e prek, e ka ndaluar në këtë kohë. Edhe pse ka ushqimin e lejuar, nuk e prek, sepse ka ndaluar derisa të vijë koha e përcaktuar. Ky është një mesazh shumë i madh, që Zoti i Manushëm i jep njeriu që skalisi durimin e tij. Stërvisi këtë durim që është çelësi i suksesit të çdo gjëje. Askush prej nesh nuk mund të ketë sukses në arsim, pra në shkollë, nëse nuk do durojë. Askush nuk do të ketë sukses në marrëdhënien me Zotin nëse nuk durojë. Askush nuk do të ketë sukses në karrierë nëse nuk duron sfidat dhe sprovat dhe nuk i kalon ato, vetëm me durim. Prandaj dhe muaji i begat Ramazanit vjen një mesazh shumë madh dhe thotë: i nderuar vëlla dhe motër, duro. Kaluan 19 ditë, nuk duhet të shterrohen energjitë, madje duhet të shtohen ato për filluar në 10 nënçin tjetër të radhës. Pejgamberi alayhis salam thotë: agjëroni muajin e durimit dhe agjëroni 3 ditë në çdo muaj. Dhe nëse agjëroni 3 ditë çdo muaj, keni agjëruar gjithkohës. Pejgamberi sa më ka thënë muaji i durimit, sepse realisht s'ka ditë durimin. Dhe pikërisht nëse flasim për durimtar, Zoti i Gjithësisë ka përmendur shumë ajete kuranore, po përmes vetëm njërin prej tyre. Zoti i Manushëm thotë: inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ne i japim shpërblim durimtarve me një shpërblim pa kufi, për treguar që ai i cili ka vlerën e durimit ka marrë shpërblim shumë madh tek Zoti i Gjithësisë, për shkakun sepse gjithë punët e tij kanë nevojë për durim. Zoti na skalit neve durimin ton, e na bëj për atyre që me të vërtetë jemi durimtar e ta fitojmë këtë shpërblim tek Zoti i Gjithësisë. Zoti pranoftë agjërimin.